Flasim për atë se çfarë prodhoi ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës, ku pati pak kënaqësi nga vëllezri Xhaka për mënyrën se si Graniti u vërshëllye gjatë gjithë ndeshjes nga tifozët e Kosovës në sfidën që u mbyll në barazim 1-1. Lidhur me këtë reagim, Xhaka ka shkruar: "Jam i befasuar, është gjëja e fundit që kam pritur, veçanërisht këtu në shtëpi, them, por më duhet ta pranoj atë. Mundohem të përqendrohem vetëm në futboll, për fat të keq është pjesë e lojës. Kjo nuk është hera e parë, jam vërshëllyer edhe nga 60.000 njerëz dhe jam rikthyer sërish. Gjithnjë kam pasur për krajen e tifozëve të Zvicrës, pavarësisht nëse kemi luajtur në shtëpi apo në transfert", tha Granit Xhaka, i cili luajti për 75 minuta në ndeshjen kundër Kosovës, e cila u mbyll 1-1. Lidhur me këtë ka pasur edhe një reagim nga ish mesfueshori kombëtares, vllai i tij Taulant Xhaka, i cili me një postim në Instagram shkruan: "Gjithmonë deri në vdekje me ty vëlla, krenaria e shqiptarëve, Zoti i ruaj të gjithë shqipet e vërteta në përbot", shkruan Taulant Xhaka për atë se çfarë ndodhi në stadium në Prishtinë, duke lëshuar edhe një thumbim për ata të cilët nuk i quan shqiptarë që e kanë vërshëllyer Granit Xhakën, i cili në fakt i ka mbrojtur kauzat e shqiptarëve kudo ku ai ka luajtur dhe ka qenë një zë i fuqishëm.